Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, është nderuar me medaljen për shërbim besnik dhe meritor ndaj vendit nga guvernatori i përgjithshëm i Antigua dhe Barbuda, Dr. Rodney Williams, sipas autorizimit nga mbreti Charles III. Kriju i shtetit të Antiguas dhe Barbuda deklaroi se kjo medalje e lartë shtetërore i është ndarë presidentes Osmani në shenjë mirënjohjeje për lidershipin e saj të guximshëm, kontributin e jashtëzakonshëm për paqen, demokracinë dhe avancimin e rolit të grave në udhëheqje, si dhe për përkushtimin e saj të palëkundur në forcimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Në fjalimin e tij të posaçëm gjatë të darkës së organizuar mbrëm për zyrtarët e lartë të shteteve pjesëmarrëse në forumin për gratë, paqen dhe sigurinë, guvernatori i përgjithshëm Sir Rodney Williams e cilësoi presidentin Osmani shembull frymëzues i udhëheqjes bashkëkohore dhe një zë i palëkundur për drejtësinë dhe barazinë në skenën ndërkombëtare. Ai theksoi se vizioni dhe integriteti i presidentes Osmani kanë kaluar kufiit e shtetit të saj, duke prekur zemrat dhe ndërgjegjen e shumë njerëzve në të gjithë botën, sidomos grave dhe vajzave. Presidentja Osmani e cilësoi këtë dekoratë si një nder të jashtëzakonshëm për të gjithë qytetarët e Kosovës. Kjo deklaratë është për popullin tim, i cili ka qëndruar gjithmonë me dinjitet dhe vendosmëri në mbrojtje të lirisë, ka deklaruar presidentja Osmani gjatë pranimit të medaljes. Medalja zyrtare e shuar për shërbim besnik i ri dhe e merituar ndaj Deut përfaqëson një nga dekoratat më të larta shtetërore të Antigua dhe Barbuda, që u jepet personaliteteve me merita të veçanta në shërbim të vendit të tyre dhe me ndikim të dukshëm në përparimin e vlerave universale.